Mirë mi dashur, jemi rikthyer për hapë, jeni me Urban FM live në Afternoon Delight bashkë me unë Gjirëm dhe Mr. Freskon, po në pjesën e dytë e emisionit na bashkohet edhe mysafiri ose mysafirja në studio, por kësaj radhe e kene mysafiri në shokun ton, i cili ka ardhur për me na i kallëzu do sene, do të flasim për kultura house, do të flasim për një tjetër edicion, atë një tjetër parë i cili ose të cilët po eksplorojnë vende të ndryshme në kryeqytet, janë kënë nër tunel te treni e tash po vinë në tullturën e kryeqytetit. Në herë pa dritë tash me dritë. Dash me drita. Kush është në emision Fresko? Kanë ke thirrë sot. Në emision sot e kom thirrë një super fighter Albin Batiri. Përshëndetje. Kryesori. Albin mirë se erdhe knaçi se u gjeta. Qyshi e kallzom fillimisht jetu mujt moratu me këto ditë sofrë. Paske emocione diçka, paske shumë Emocione Për nivel, emocione tona. Çdo ditë I kena pak lug. Se tu bugoti për dilën, që kjo pjesa logjistike, do që se sane që po janë shkoku I lokacione, se lokacionet janë definitivisht këgja unike, e kanë atë vështirësinë e vetë, deri po realizohen, mirë po kështu jena shumë me nxitu prit me po. Qysh pja dolim edhe menzi po presim u bue dila. Kallzom sa është tirë, po është me pas aktivitete tilla, jo po mdo këti keni aktivitete çdo 3 muaj, nëse nuk gaboj. Sa është tirë është me bo aktivitete çdo 3 muaj, kjo është neja e dytë e kulturës që po e bën mran aktivite. Nejën e parë keni pas qysh tash edhe më herët nër tunelin e trenit në kryeqytet ose te rrethi stadionit. Te Shina. Rrethi stadionit në Shina, kallzom sa problem është me I siguru lokacionet fillimisht. Problematika nështë kryesore është që na jena shumë falenderus edhe që kjo bashkëpunimi me komunën e Prishtinës na ka mundësu me pos akses në qëto lokacione shumë interesante. Që prapë po janë shumë vështirë mu gjetë, se përveç që po do të me konë nështë lokacion atraktiv, na po tentojna me gjetë edhe lokacione që janë pak ma djetra, të harrume nështë me tentu që edhe nëpërmjet një eventit që na dojemi me bo gati hapësirën që me konë hapësirë të paktën në rregull për me mujt me festu, atëherë na e lojna pak ma mirë kur ecim prej aty edhe I bjen një formë me tentu mi rivitalizu qëto hapësira, që kjo konë edhe koncepti, emisioni që kena dosh na me transmitu si vjetë. është shumë problem, edhe për qëta arsye na jena të I mojt si vjetë veçtrina zyrtarisht. Do të thotë që kjo e dyta edhe një edhe u kry për vitin 2000, edhe u kry për vitin 2026 u kry. Ballkeq pas ka. Ballkeq po 3 muaj çapo, 3 muaj. Ballkeq po po 3 muaj janë 9 muaj normalisht veçtrinë. Normalisht 9 muaj lind fëmia. 9 muaj edhe dalëm me tjetrin. U për ar fëmia. O për ar fëmia këta I bënën 3 për 9 muaj. Kallzom Albin pak kësaj here jeni konë edhe vitin e kaluar keni pas nejën e fundit nëse nuk gaboj keni pas në Kurriz, në tunelin e Kurrizit, bashkë në kohën kur renovu tuneli Kurrizit e keni shfrytzu atë moment mirë për me mujt me shfrytzu hapësirën, nejën e kaluar keni pas te nënkalimi ose te tuneli I Kurullës, edhe tash po veni në tullturën e Prishtinës ose në tullturën e kryeqytetit kallzom. Çka keni gjetë edhe çka është mas vështiri me bu në tullturë, kom pa që I keni bo do video promovuse ko gja interesante, kallzom çka është ma vështirë sa I përket anës logjistike me u realizu, a deri sa të vime dhe të flasim për detajet e partit. Hapësira e tullturës ofron shumë hapësira. Po, është hapësirë. Është këgja hapësire muave. Edhe definitivisht është e çuditshme qysh nuk është shfrytzu përpara për aktivitete ma shumë. Përpara po menoj është shfrytzu dhe është revitalizu prej manifestës, unë që ato jom njoftu ma atë vend si lokacion. Edhe veç mu ka duk shumë një mundësi e mirë me tentu dhe me bu diçka prapa aty dhe me morë iniciativë dhe organizatat e tjera dhe mu që me njerë me bu sene. Jënë konë edhe disa aktivitete tjera, edhe mas manifestës ka pas edhe disa aktivitete tjera. Ka pas aktivitete mirë, po veni është qaq I madhë sot që ka hapësirë me u mojt 2-3 aktivitete për një herë. Po, është e vërtet. Është mundet mu bu pak a shumë si hub I aktivitete, se është definitivisht shumë ofër qendrës. Po, është e planifikume, se unë aty e kom realizu intervistën me përparim Ramën, bashkë njëjtin vend prej ku I keni lansu vetët. Unë e kom realizu intervistën gjatë kohës me përparim Ramën edhe ajo hapësira
hapësira e ka planin për rivitalizim edhe për rifunksionalizim, kështu që gjithçka bile projekti asaj hapësire ka marrë edhe çmim ndërkombëtar, kështu që ma merr mendja që shumë shpejt ka me nisë edhe procesi i punës për atë hapësirë. Nëse veç më rinë mu realizu qaj sen, unë menoj që ka me konë është një prej venëve më të frekuentume tani tutje. Se është definitivisht shumë hapësirë e mirë, menoj. Për qatë arsye dhe e kena zgjedhë. Vështirësi logjistike ka, sikur krejt të lokacionet e tjera, po nuk është diçka që sa rrihet. Kështu që po menojna që kena mja dole dhe me kalu shumë i dhjë. E kom pa që biletat po shitën shpejt, faza e pare biletave veç u shku, faza e dytë e biletave veç ka shku, tash jemi në fazën e tretë edhe të fundit, nështë ta muj me thonë kështu të biletave, kur njerëz muj me ardhë të dera dhe me ble biletën, ka alëzëm paka shumë sa shtire keni pas me bu programin, e di që bini artista zakonisht mundonin që me përu artistat të ndryshëm edhe me përu një stil të ri të muzikës që mu arktu qytetarët edhe me muj të na që jemi njerëz të qytetit edhe qyteteve tjera, krejt ata që vinë krye qytet, sa shtirë është me bo një line-up për një party tim. Po ashtu një prej pasharë me kojt një ka. Ja, me mos tani. Definitivisht, po është përgjithësi e modhe, se qaj është atraksioni kryesorin e neje, dhe qaj është seni kryesor që na e ofrujna në përshtu. Neja, muzika, tentojna mu identifiku me muzikë, line-upi për qëtë event, unë me pas një dyshem e thëmë që është line-upi ma i mirë në herë që e kena pos. Ideja është kena DJ që janë definitivisht veterana të qëti Global Sound që po tentojna me pru, ose po tentojna me zhvillu të paktën për brana eventëve tona, është që ky miksimi i zhonrëve të shumëta, po që lyp përvoj shumë të modhe muzikore edhe lyp me pos kogja të mirë si DJ kontrollin e turmës. Diapazonin e gjonë. Sakt. FS Green është nështë DJ për menimin tam favorite, edhe për prej shumëve për qëtë spektër caktum. Mandej është Changing Currents. Changing Currents po ashtu dikush që është u ecë shumë në skenën internacionale. Është Zgamë, i cili po vjen jo për herë të parë në Kultura House, po definitivisht jena excited si për herën e parë. Ekoni, që është DJ rezident i Kultura House për këtë vit, është DJ tepër versatile dhe për çat arsye kena vendus me vazhdu me të rezident, edhe hapjen e eventit e ka Arti. Okej. Arti është një djallë që për herë parë ka me lëshu të na, ai ka fillu recently me umor me DJing, edhe definitivisht është tepër i talentuar dhe kena dosh me jap një mundësi me edhe që kjo është shumë e mirë që më dhon mundësi DJ-ave të ri dhe njerëzve të ri talentuar që me pas një platformë edhe jo vetëm një platformë, po me dal një herë para publikut, pa marrë parasysh në sa orë ako me lujt ose çish ka me lujt ose çish ka me kon performancë aty ose ako me pas shumë njerëz, ai ka mundësinë me dal para pajisjeve profesionale edhe pse artin na e kena pa edhe jena aty për cilë, ojë kon edhe disa herë tjera me përcjell artin, kështu që po shpresoj që është shumë e mirë për DJ-a dhe jo si platformë, po shpresoj që është shumë e mirë se ja jep mundësi një DJ i të ri që për herë të parë del para një numri pak më të madh njerëzve edhe e këshyr pa ku është me veten mas pari, ku është me kontrollimin e crowdit, me këshyr apo mundet me lexu atmosferën, që me mujt me ditë se çka me lëshu edhe është një mundësi kogja fantastike. Sakt, mundësi me kriju përvojë. Mundësi me kriju përvojë edhe me vazhdu tutje. Nëse veç është i mirë, ato janë 2-3 njerëz tjerë që e ngojnë, është një ase çashtu dalin, çashtu nisin edhe connections pak a shumë për një DJ. Te e përmene që Ekoni për si vetë kon DJ rezident i kulturës, bro, ata merr meja që ose ç'a lind ideja që me pas kultura DJ rezident edhe çysh pritet me undrua, pritet ky me vazhdua, çysh është që kjo ide, çysh e keni menu? Hera e parë që kena pas DJ rezident është si vjet, arsyeja pse kena menu që Ekoni është i përshtatshëm për çet punë, është se Ekoni u kon paraprakisht 2 herë me performu dhe në 2 rastet u kon tepër i mirë me specifikisht qatë sen, me kontrollu turmën. Me crowdin e kosovarëve. Që është tepër i zash. Po, është kogja. Dhe u kon e çuditshme, ka pos qatë know-how, qatë sens tepër të mirë.
edhe përveç tjera është ka diapazon shumë gjonë muzikur, edhe qajo e ka mundësu paka shumë na me konsideru që atë sen mas pari. Po. A ka me ndryshu ky sen, edhe qysh kena me trajtu në vitin e ardhshëm ose përgjatë edhe këtij viti nëse ndryshojnë planët çapo di, nuk besoj që ka me kun diçka jashtë shumë kontekstit, prap duhet me kun diçka e tillë. Arsyeja pse kena menu me mor DJ rezident është se tentojna me kriju platformë që ndoshta edhe një DJ qysh e tha edhe Gjura Porës ma të vogël me ja jap një mundësi me post një platformë ma të madhe ku performon edhe normal që aty jepet mundësia nështë për me urrit. 3, jo, po 6 DJ-a. Prej fillimit e deri në fund najës, pse keni vendosur të dealën me bu najën? 5 DJ-a, sorry për korrigjimin. Po, 5 DJ-a. Change currency ka dol ty. Nuk e di pse i kom po. Po dy rreshta changing currency, pak kam në negocë. Pak kam në. Argjën bateri. Na fillojnë a shkurt ti si. Ja bëj këti veç currency. Malet. Po esenca është 5 DJ-a pse dealën? Dealën shkoku që është vera dhe dyqysh nuk ka ditë verës, ka veç fest. Jo. Kena post. Po, jo, është vërtet se unë kjo ashtu diskutuar kena diskutuar me Freskon, jo tash veç është vërtet se pe shohim edhe klubet e kryeqytetit ja kanë nisur me funksionu çdo natë. A do të thotë ka të hanën, ka të martën, ka të mërkurën, ka të ajtën, ka të premtën, ka shtunën, ka diellën, çdo natë është party. Nëse është çdo natë party, po është sezona verore, tash pe shohim se u thotë që s'kan më ardh bashkëdhetar, tash bashkëdhetar i tu lulëzu edhe më merr me anja që kjo nej, nëse veç shkon që ashtu që është duhet edhe nuk kenë me pas probleme se herën e kaluar me shijon që nuk ma merr mendja që kemi po shpresojmë që s'keni me pas, ose edhe ai është një stres ekstra, ka me pas një numër shumë të madh të njerëzve. Po. Eventi është i parapom shkoku që hapësira është bagje e madhe dhe është mendu çashtu, shkoku që sezona verore, fluksi i njerëzve ma i madhe dhe vetvetiu që shtan verës s'ka dota as det po feq fest. Atëherë kena mendu që edhe me pos qëtë lokacion edhe dilja nuk na ka prish punë. Po ashtu e kena menu pak në korelacion me eventet që janë të ndodhë paralelisht, për morë parasysh ndikimin e madh të Sunny Hillit, e të eventeve tjera që në doshtë edhe na me përzgjedh një dotë ku nështë që janë as ne as ku nuk interferojnë. Edhe që kjo u kun ideja jonë, po besoj edhe unë që këmë pos prezencë të modhe, biletat veçën të shku është e vërtet. Jena në prag të qësoj faze, që është momentalisht 20 euro. Faza tjetër është 25 euro online edhe pastaj mbyllet për me u bu 30 euro të dera. Biletat janë të arsyeshme të konsideru faktin e llojit të eventit që jemi duke e bo. Duke morë parasysh që një event i tillë ka dhe kostet e shpenzimit normal. Edhe po tentojna me mojt fair. Kështu që po na duket që është okay. Edhe nëse veç dikush shkoni interesuar prej fazës parë, atëherë ka mujt me ble biletën me 10 euro, so për sa periudhë kohore ka nejt ose derisa a e dem për afërsisht sa për sa biletat e para që janë shit, zakonisht që ato early bird kur i komunikojnë veç me dot pas në informacion, janë ma shumë si believer tickets. Atëherë janë shit shumë shpejt, shkoku që i kena veç 100 copa, kena limited quantity. Okej. E me 100 copa janë ball bileta janë për mu ble për ka 10 euro, janë ball bileta se te blem biletën 10 euro, e ki biletën te shtëpia dhe nuk është që tani në mo për shembull për njerëz më të ri tash e dina që janë edhe pushimet e shkollave për njerëz të shkollave të mesme që kanë kryer shkollën e mesme, janë të menu për fakultetin e as s'kan shumë parë ose viti i parë në fakultet, ata e blejnë biletën me 10 euro. Me konë çashme për krejt. Është budallaki mos me bleni bileta, den për me pas aty se tek e fundit e shet 20 euro në fund. Kurgju. 10 euro plus. Inxjerr do po. Po të njëjtën kohë janë mësuar edicionet e tjera me sezonet e tjera dhe pritet që me pas DJ-a internacionale dhe dikon që nuk i kanë guma herët. U përmend ashta edhe ana e llojit muzikës, në fillim kur veç keni nisur me bune, u kon shumë e fokusuar në baile funk, u kon e fokusuar në dance, po tash po thu që ka kaluar në një global sound, po mundoni me i bu disa kombinime të ndryshme. Sa ta merrmeja, Albin a ka ndryshuar zhanrin në sezonën tjetër për vitin tjetër, a mendoni që keni më shtyqit global sound sepse është e përmbledh, a dhe pak secilin zhanër. Shumë pyetje e fut. Për ndryshe kjo ideja me kalu prej baile në global sound
u kun diçka që u kun shumë e natyrshme, nuk u kun hiç forcë, nuk e kena menu as se kena prezantu, nështë ta që është duhet si koncept. Se normal Manoj qas nuk do të me pas nevojë më do të me pas nevojë, njëjtë po menej. Se nuk je të një ndryshim qaq drastik i madh që dallon prej asaj të bajlës. Në Global Sound ko pra bajle. Po dhe, kjo ideja. Nuk është dallimi që ke dalë për një zhandri të tash të punë atë muzikës elektronike. Minimal techno. Po dhe. Te na ke minimal. Maksimal kurrë. Përveç ideja kryesore në këtë rast është veç me ofru alternativë. Veç alternativë. Po dhe normalisht. Me ofru alternativë. Edhe që kjo është më e mira se dohet me pas qytete alternativë, tash po e shohim edhe mënyrën e funksionimit të kryeqytetit, edhe që ato barët që na menojnë që japin alternativë janë shumë të vogla, sepse ma nuk japin alternativë. Minimale. Shumë shpejt nis me një 4 orë edhe ndalën eksplorimi që aty në lokaleve. Normalisht me përjashtim mos I përmenim krej, se për shembull dhe kini variacion të muzikës shumë të mirë nëse shkon Bubble ose nëse shkon në disa prej lokaleve tjera të kryeqytetit. Fresco për shembull kur bën herë muzikë, kur vendos për çfarë me kuru muzikë, bravo. Me kuru muzikë. Fresco s'është DJ. Po vjen shumë Kallzajort. Në mënyrë ullbege botë nërmazë, ajo më bodi gjejat me Spotify po lëshojnë muzikë. Do shta mja bo, ojo jam qaj, me qaj. Music selector bre. Music selector. Dhe te lëshojnë të vjen me lëshu muzikë për qef, nda ndodhë neve me shkona janë me lëshu muzikë për qef, sepse tonat muzikë për mlidhëm, gjinasht ka njerë mos me qitë, atin me shku me thonë 2 orë njerëz, okej, që ishtash për ngojna diçka ndryshe. Ku me atëm, Albin? Merë të më as vetë s'pedi ku me ku. As vetë s'pedi ku me. Apo ndron Global Sound sezonën tjetër a ju? Jo, nuk është e para Qa e po me surprizë? Ka zoma në surprizë për sezonën tjetër? Surprizë për sezonën tjetër te kryna si të sezon. Te kryna një. Qa jo është surprizë Shkoj pak deti, Lona, pak. Pushaj pak. Ajo kënë deti ajo? Halo. As një unë si në ku. Ma jo, për këtë barë, 3 barë. Po vrejëm shumë. Po me mishu në deti më nëzem. Ku. Jo, viti tjetër definitivisht me tentu me pas ma shumë aktivitete, edhe përveç tjera mos me kursy vetën që shtë në tentim të eksplorimit. Fund ditës kër e kena menu qëto për Global Sound, krejt që a kena dosht me bu është mos me konë të u përsërit, se na u ka duk që bajle u konë të u përsërit. Nuk është atëherë nuk jetu ofru alternativë, se ti veç në fillim ke ofru alternativë. Hera pare, dytë. Po stilli edhe nëse vazhdojnë që ashtu jeni alternativë ndryshe në krasë me sene që po. Në paralele. Po. Ideja ju nuk unë veç me tentu si kolektiv me shku të e zhvillu që të sen, kak që ajo kohje që po menujna që më nëtë me konë është edhe trend me një demografi që na e kena. Që kjo na u ka duk ma e përshtatshme, jena të vazhdu, nuk do të thët na vetë jena fonsat mëdhejnë është edhe vetë-vetiju të hip-hopit, unë vetë kom qef me kun me një naj që është krejt hip-hop, ose nështë ta vetë ngoj edhe muzikë elektronike shumë edhe shpesh herë shkojnë për eventet muzikës elektronike naja. Ja me kur s'kom poti. Qash rënke? Rën qashke? Ideja është mos mu pofër. Mu knoq me u po, Mu knoq si mirë. Po, gjithsesi të shojmë viti tjetër sa po sjell. Për krejt ata që po na ngojnë, çka kemi u thonë për fund? Çka kemi u thonë për kulturën, kallxana për Dillën, çka do të më bëj Dillën? Dillën e anis në ora 6. Okej. Kryhet në ora 2. Okej. 8 orë kena hapësirë ku ka me pas aktivitete për me qëllit, se asë një aktivitet kështu më ljohë se kena njët me bo. Bravo, qashtu. Mos na lëmë në najsan, mos na lëmë në najsan. Ko buk me hongër. Oj, buki! Pa. Edhe muzikë shumë të Ape njëj sa. nga qaj line-up. Wow! Wow! Shka ti pust-pust? Su të permeni. Shka ti pust-pust? Shka ti pust-pust? Ja, ti pust, bash. Alben, do me thonë, kena me pas ko qa mirë, na vina Dillën aty, skarën a i nxeni. po, s'ki qash, që papat. Me na i qash, qashtu. Po besoj, Po shri e bën. po besoj edhe kuën e kena të mirë. Definitivisht, edhe është pjenis herët. Hajdeni do me thonë për me u knoq,
na që aty jem edhe kena mi u prit krejtve si gjithmonë. Me kalu mirë. Edhe biletat mundën mi fitu, Edhe biletat mundën mi fitu. Tet Në Urban bileta. FM. Po valla, bileta. bileta nuk është çfarë nuk është lehtë nëse llogaritë me juve që jeni vonu 25 euro është një biletë, 8 bileta ashtin janë vet lapsin, mos e lani për momentin e fundit, i keni këtë informacionet të Urban FM e ka bo Mr. Fresco Spider-Man unë i dashur, e ka bo një tjetër video që jo moni me i fitu ato bileta pse jo më shku me një naj edhe me një hapësirë që ndoshta nuk jeni konkor. Shumë nice. Alben, faleminderit shumë. Nice. Bravo. Shumë nice birë. Knaci. Bravo. Knaci. Bashkë më shkojka. Bashkë më shkojka. S'ka.